Të nderuar televizionistë të FX Media Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ku do ndjekim zhvillimet e fundit. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia e ka përballuar një seancë të gjatë në apelin e GKK, ku ka kërkuar që seanca të jetë e hapur për mediat dhe të publikojë përgjimet që ai pretendon se janë bërë ndaj tij gjatë qëndrimit të paraburgim. Seanca në apelin e GKK-s për kryebashkiakun e Tiranës Erion Velia ka zgjatur për 3 orë gjysmë. Në nisje të seancës, avokati Veliajt Artur Selmani ka paraqitur qëndrimet mbi provat e reja të paraqitura nga SPAK. 2 prokurorët e posaçëm, Olz Dado dhe Altin Dumani, ishin gjithashtu të pranishëm në sallën e gjyqit. Vendimi për rastin e Veliajt do të shpallet nesër në orën 10. Veliaj ka kërkuar që seanca të jetë e hapur për mediat dhe ka deklaruar se nuk ka asnjë sekrete në biseda telefonike që ka bërë me familjarët e tij nga paraburgimi. Ai ka kundërshtuar pretendimet e prokurorëve dhe ka theksuar se është mbajtur një muaj në izolim për të gjetur prova të reja të cilat ai quan të pabaza. Veliaj ka shpërthyer gjithashtu kundër sulmeve të Sali Berishës ndaj SPAK, duke kërkuar që këto sulme të merren në konsiderat si prova të reja. Keni sjell prova të reja, kërkoj të sillni kamerat dhe kjo seancë të jetë e hapur për mediat. Sillni mediat që t'i deklaroj publikut dhe para tyre përgjimet e kryera ndaj meje. Nuk kam asnjë sekret në bisedat telefonike me familjarët e mi nga kabina e burgut. Më izoluat një muaj në burg që të gjeni prova të reja. Saliu e ofendoi SPAK-un dhe akuzoi si organizatë kriminale. Çfarë gjeti? Pse nuk u konsideruan provat e reja sulmet e Berishës ndaj SPAK? Velia i thotë se është mbajtur për një muaj në izolim, që të ngjiten provat të reja ndërsa sjell në vëmendje edhe deklaratat e Sali Berishës, i cili ka kërcënuar hapur SPAK-un dhe prokurorët, duke i quajtur organizatë kriminale. Po çfarë ndodhi Saliut? Ka pyetur Velia në sallë, duke thënë se sulmet e Berishës nuk u konsideruan asnjëherë prova të reja. Ndërkohë, avokatët e të akuzuarit për korrupsion, Shkëlqim Fusha, Gentian Sula dhe Meriman Palushit kanë kërkuar heqjen e masës së detyrimit për t'u paraqitur, duke cilësuar masën si të papranueshme dhe të paplot. Kryebashkiaku Veliaj është akuzuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash në bashkëpunim me bashkëshortin e tij Ajola Xoxa, e cila është duke hetuar në masë detyrim paraqitje. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje socialistëve për angazhim maksimal në zgjedhjet e 11 maj, duke theksuar se një rezultat i paqartë mund të zvarrisë rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Që takimit në Vorë, Kavaj dhe Rogozhin, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama kërkoi mbështetësve të partisë angazhimin e plot në zgjedhjet vendore të 11 maj, duke cilësuar si vendimtare për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Sipas Ramës, Shqipëria ka një mundësi të paprecedent për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe çdo lëkundje politike mund të dëmtojë këtë proces. Se për Partinë Socialiste të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, por për Shqipërinë, pas zgjedhjeve të 1992-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit ton, fatin evropian të vendit ton. Sepse sot janë krijuar kushtet që ne të hymë realisht në Bashkimin Evropian si rrjedhoj e përputhjes së rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe për herë të parë mundësia për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është reale. Pasi paralajmëroi se një rezultat jo i qartë me 11 maj mund të krijojë pasiguri ndërkombëtare dhe zvarrisë edhe për vite të tjera integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sikur në 11 maj rezultati mos jetë i qartë, sikur gjithë kjo qëndrueshmëri që kemi krijuar të lëkundet, sikur pozicioni ndërkombëtar ku e kemi vendosur Shqipërinë të vijë ndryshim dhe sikur ata thonë po mirë, më fal, po çfarë bëhet me këtë punën? Dhe mjafton një rëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të ikë që aty. Duke folur për opozitën, Rama përdori një shprehje të tillë, duke theksuar se Partia Socialiste duhet të fitojë bindshëm. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një nocë rock madhështore. Do me thonë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë.
Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula njoftoi përmes një reagimi në rrjetet sociale se nuk do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit, as në listën e hapur dhe as për atë të mbyllur. Sula shprehu se ky vendim nuk lidhet me mbështetjen që ka në radhë të demokratëve në Elbasan dhe as me performancën e tij si deputet aktiv. Ai tha se vendimi është marrë për faktin se ai është mbështetës i SPAK-u duke mbrojtur reformën në drejtësi dhe veprimet e këtij institucioni. Të dashur me sapo jam njoftuar se nuk do të jem pjesë e listës së të kandidatëve për deputet Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit për një arsye të vetme, sepse jam skapist. Për asnjë moment gjatë kësaj legjislature nuk kam vënë në dyshim vetëm një gjë, mbështetjen time në çdo dalje në foltorin e parlamentit të strukturat të reformës në drejtësi, SPAK dhe GJKK-s. Kam besuar dhe vazhdoj të besoj se ata po vazhdojnë të bëjnë një shërbim të madh këtij vendi, duke futur në burg njerëz me pushtet që pak vite më parë as nuk mund të mendoheshin se do të ishin në këtë situatë. Në reagimin e tij, Sula theksoi se nuk ndjen keqardhje për veten, po për demokratët e qarkut të Elbasanit, duke theksuar se ata mund të kenë gabuar në llogaritë e tyre për zgjedhjen e kandidatëve. Kam edhe një mesazh për ata që janë gujuar në kull e po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që futet në atë listë të mbyllur mund të gëzojë votat demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cerrikut, Belshit dhe Gramshit. Keq më vjen, por nuk i keni bërë mirë llogarit. Dashnor Sula është një deputet që ka pasur një histori të gjatë politike dhe u rikthye në kuvent pas zgjedhjeve të vitit 2021. Vizita e parë zyrtare e komisioneres për zgjerimin Marta Koz do të ofrojë mundësinë për diskutime me autoritetet shqiptare mbi procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, me fokus të veçantë në përparimin e reformave kyçe, përfshirë ato në drejtësi. Vizita gjithashtu do të shërbejë për të theksuar rëndësinë e forcimit të arritjeve të deritanishme dhe për të siguruar rezultate të prekshme në zbatimin e reformave të nevojshme. Komisioneria e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Koz do të zhvillojë vizitën e parë zyrtare në Shqipëri në datën 12 deri në 14 mars, ku do të diskutojë me autoritetet shqiptare mbi ecurinë e procesit të anëtarësimit dhe progresin e reformave kryesore veçanërisht në drejtësi. Në këtë kuadër, Koz do takohet me kryeministrin Edi Rama, kryenegociatorin për Bashkimin Evropian Majlinda Luka dhe kryetarin e kuvendit Elisa Spiropali. Gjithashtu do të zhvillojë takime me institucionet e pavarura të drejtësisë, deputet, përfaqësues të opozitës dhe organizata të shoqërisë civile. Një pjesë e rëndësishme e vizitës së saj do të përfshijë një udhëtim në Elbasan, ku Koz do të vizitojë 3 projekte të financuara nga BE. Këto projekte lidhen me mbështetjen e sipërmarrjeve sociale që shfrytëzojnë asetet e konfiskuara nga krimi i organizuar, ndihmë për gratë, viktima të dhunës me bazë gjinore dhe përfshirjen e studentëve në programin e shkëmbimit të shkollave të Ballkanit Perëndimor që promovon pajtimin dhe dialogun ndërkulturor. Vizita e saj konsiderohet një moment kyç për të vlerësuar hapat e Shqipërisë drejt integrimit evropian dhe për të nënvizuar rëndësinë e vijimit të reformave për të siguruar progres të qëndrueshëm. Ish polici Arjan Tase, i cili përplasi për vdekje e 7-vjeçare Njonada Avdia, do të vuajë 18 vite burg, pasi gjykata e apelit kalon në fuqi vendimin e shkallës së parë. Ngjarja tragjike ndodhi më 2 gusht të vitit 2022, ku familja Avdia nga Tropoja që jetonte në Angli ishte në pushime në Potam të Himarës. Gjykata e apelit kalon në fuqi dënimin e shkallës së parë të Vlorës duke dënuar ish policin Arjan Tase me 18 vite burg për vrasjen e 7-vjeçares Njonada Avdia që ndodhi në plazhin e Potamit në gusht të vitit 2022. Tase u shpall fajtor për veprën penale vrasje me dashje. Në apel dënimi i Tases u ul nga 18 vite në 12 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ngjarja tragjike ndodhi në 2 gusht 2022, kur familja Avdia nga Tropoja që jetonte në Angli ishte me pushime në Potam të Himarës. Arjan Tase, duke drejtuar skafin e tij, përplasi për vdekje Njonida Avdiajn, e cila po notonte me baban e saj. Tase ka kaluar përtej zonës së sigurisë, ku mjetet lëndruese nuk lejojnë të kalojnë dhe ka bërë një manovër të gabuar duke shkaktuar vdekjen e të miturës. Ky vendim gjykate vjen pas një hetimi për dhe shqyrtimi të detajuar të ngjarjes nga autoritetet përkatëse. Gjykata e posaçme ka dënuar me 35 vite burg Yamin Sherën, i njohur si Bajlozi, për organizimin e vrasjes së biznesmenit Behar Sofia në shkurt të vitit 2021. Shera mbetet ende në arati dhe do të vuajë dënimin në një burg të sigurisë të lartë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 35 vite burg Yamin Sherën, i akuzuar si organizator kryesor i vrasjes së biznesmenit Behar Sofia, e ndodhur në shkurt të vitit 2021. Ai u shpall fajtor për vrasje me paramendim e kryer për interes dhe në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, si dhe për veprën penale, grupi strukturuar kriminal. Yamin Shera, 57 vjeç, i njohur me novkën Bajlozi, formoi një grup të përbërë nga Skënder Vathi, Giuliano Visha, Leonard Xhixha, Bujar Leza dhe Ernejt Shyti. Ky i fundit ekzekutor
autori i vrasjes. Pas ngjarjes, Sherra u shpall në kërkim dhe ende nuk është kapur nga autoritetet. Më herët, anëtarët e grupit të tij u dënuan me 127 vite burgim në total. Ernest Shyti, i cili pranoi të bashkëpunonte me drejtësinë, mori dënimin më të ulët prej 7 vitesh. Pasi kreu vrasjen, ai u largua nga vendi i krimit duke improvisuar një ecje të çal për të shpërqendruar hetuesit. Megjithatë, kamerat e sigurisë dhe një mas Covid i zbuluan ADN-n e tij duke e çuar në zbërthimin e grupit kriminal. Hetimet treguan se grupi kriminal i kishte dhënë Shytit trajnim për përdorimin e armëve me silenciator dhe i kishte siguruar aplikacionin e koduar të komunikimit Sky ECC për të shmangur përgjimet. Dozja u hetua fillimisht nga prokuria e Tiranës, por më pas kaloi në duart e Spakut për shkak të përmasave të grupit kriminal. Sherra ende i lirë do të vuajë dënimin në një burg të sigurisë së lartë nëse kapet nga autoritetet. SBA-ja ka anuluar financimin për mbi 4.000 projekte të UAISAD-it, duke prekur rreth 45 milion dollar ndihma për Shqipërinë. Ndërto, ishte edhe një projekt për mbrojtjen kibernetike, ndërsa mbështetja për SPAK mbetet e pandryshuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të anulojnë mbi 4.000 kontrata të financuara nga USAID-it, duke ndikuar drejt për drejt mbi 45 milion dollar ndihmë të miratuar më herët për Shqipërinë. Sipas listës së publikuar nga Departamenti i Shtetit për kontratat e anuluara, është një projekt i rëndësishëm për forcimin e mbrojtjes kibernetike të infrastrukturës shqiptare. Megjithatë, nuk rezulton që ky vendim të ketë prekur mbështetjen financiare për strukturën e posaçme antikorrupsion. Në dokumentin zyrtar nuk përmenden organet e posaçme të drejtësisë shqiptare, pasi mbështetja amerikane për to ka qenë drejt për drejt financiare, por është realizuar përmes ekspertëve të stacionuar në prokurori dhe gjykata, të cilët paguheshin nga Departamenti i Shtetit. SPAK ka përfituar tashmë ndihmë nga disa institucione dhe misione amerikane, përfshirë njësinë ndërkombëtare kundër narkotikëve, Departamentin e Shtetit dhe Departamentin e Drejtësisë përmes programeve OPTAP dhe ICTAP. Për momentin këto forma mbështetje duket se nuk preken nga vendimi i fundit i Washingtonit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, theksojnë rëndësinë e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. NATO rikonfirmon mbështetjen për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mbetet rruga e vetme për stabilitet të qëndrueshëm mes Kosovës dhe Serbisë, u shpreh ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav. Përmes një postimi në rrjetin social X, ai njoftoi se të martën ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ku diskutuan për sfidat gjeopolitike dhe rëndësinë e qëndrimit në rrugën drejt BE-s. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, kreu i NATO-s, Mark Rutte, rikonfirmoi mbështetjen e aleancës për sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë dhe në rajonin më të gjerë të Ballkanit Perëndimor. Prania jon këtu është demonstrimi i qartë i përkushtimit për siguri afatgjatë. NATO ka mbështetur paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor për dekada dhe ekipet e ndërlidhjes së KFOR vazhdojnë të ndihmojnë institucionet e tjera të sigurisë. Një rajon më i sigurt sjell më shumë siguri dhe për NATO-n, deklaroi Rutte në një konferencë për shtyp. Sekretari i NATO-s theksoi se të dyja palët si Kosova ashtu dhe Serbia duhet të bëjnë kompromis për të avancuar dialogun. Ai nënvizoi se ky proces kërkon vendime të vështira, por është thelbësor për stabilitetin dhe sigurinë afatgjatë në rajon. NATO në bashkërendim me Policinë e Kosovës dhe misionin e Bashkimit Evropian, EULEX, do të vazhdojë të mbështesë institucionet vendore në përpjekjet për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Rutte u shpreh se përparimi në dialog është thelbësor jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por edhe për sigurinë dhe integrimin euroatlantik të gjithë Ballkanit Perëndimor. Qeveria e Kosovës ka miratuar një nismë për arritjen e një marrëveshje në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila synon forcimin e kapaciteteve ushtarake me bashkëpunimin strategjik mes dy vendeve. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri Albin Kurti njoftoi se kjo nismë është iniciuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe ka për qëllim zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak mes Kosovës dhe SBA-s. Ai theksoi se marrëveshja do të ndikojë drejt për drejt në avancimin e aftësive mbrojtëse të vendit dhe përgatitjen e forcave të armatosura sipas standardeve të NATO-s. Ky është një hap i rëndësishëm për sigurinë e Kosovës dhe bashkëpunimin ton strategjik me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja synon të forcojë kapacitetet tona ushtarake, të thellojë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të na afrojë dhe më shumë me aleatët tanë ndërkombëtar, deklaroi kryeministri Kurti. Miratimi i kësaj nisme vjen në një moment të rëndësishëm për Kosovën, e cila është përfshirë në përpjekje intensive për rritjen e bashkëpunimit ushtarak me partnerët perëndimor. Marrëveshja pritet të përfshijë trajnime të përbashkëta, shkëmbim teknologjie ushtarake dhe mbështetje logjistike nga SBA-ja. Kjo marrëveshje vjen gjithashtu në një kohë kur rajoni ballkanik përballet me sfida të ndryshme të sigurisë dhe Kosova synon të rrisë rolin e saj si një partner i besueshëm i aleancave ndërkombëtare.
Finalizimi i saj do të hap rrugën për një bashkëpunim dhe më të thellë me SBA-n dhe mund të ndikojë pozitivisht në përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të Kosovës në mekanizmat euroatlantik të sigurisë. Do të vijmë me lajmet nga bota pas bisedimeve në Arabinë Saudite ku Ukraina pranoi propozimin e administratës Trump për një armëpushim 30 ditor me Rusinë. Kremlini shprehet se ende pret detaje nga SBA-ja për të dhënë një qendrim zyrtar, ndërkohë sekretari i shtetit Marco Rubio deklaron se topi tashmë është në fushën e Moskës. Rusia ka reaguar pas bisedimeve në Arabinë Saudite ku Ukraina pranoi një armëpushim 30 ditor të propozuar nga administrata amerikane. Kremlini ka kërkuar më shumë informacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi rezultatet e negociatave me Kievin përpara se të vendosë nëse do të pranojë apo jo këtë marrëveshje. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve se nuk përjashtohet mundësia një bisede telefonike mes presidentëve Vladimir Putin dhe Donald Trump, nëse një gjë e tillë do të konsiderohej e nevojshme. Presim që sekretari i shtetit Marco Rubio dhe këshilltari për sigurinë kombëtare Michael Waltz të na informojnë në ditët në vijim mbi kompromiset e arritura gjatë negociatave, deklaroi Peskov. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi se Moska nuk do të pranojë asnjë kompromis që mund të rrezikojë sigurinë e Rusisë. Pse duhet të pajtohemi me një forcë paqëruese të përbërë nga vende që na kanë shpallur armik? Tërgjegjja jonë është e pastër, u shpreh Lavrov në një intervistë. Ndërkohë, burime nga Rusia të cituara nga agjencia e lajmeve Reuters raportojnë se presidenti Putin nuk ka gjasa të pranojë propozimin e SBA-s për një armëpushim të përkohshëm. Sipas zyrtarëve rus, çdo marrëveshje duhet të marrë parasysh përparimet ruse në fushën e betejës dhe të adresojë shqetësime strategjike të Moskës. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio pas bisedimeve theksoi se topi është në fushën e rusëve dhe tani pritet vendimi i Kremlinit. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky cilësoi këtë propozim si një hap pozitiv, duke lënë të hapur mundësinë për hapa të mëtejshëm drejt një zgjidhjeje diplomatike. Washingtoni ka rifilluar ndihmat për Ukrainën pasi Kievi pranoi një armëpushim 30 ditor gjatë negociatave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Arabinë Saudite. Presidenti amerikan Donald Trump përshteti vendimin dhe shpreson që edhe Moska ta pranojë propozimin. Ndihmat amerikane për Ukrainën janë rikthyer në nivele të zakonshme pasi Kievi pranon të negocionte një armëpushim 30 ditor me Rusinë. Ky vendim u mor gjatë bisedimeve në Jeddah, Arabi Saudite, ku përfaqësuesit ukrainas dhe amerikan diskutuan për hapat e ardhshëm drejt një stabilizimi të përkohshëm të situatës. Lajmi u konfirmua nga ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski, i cili gjatë një takimi në Vershavë me homologun e Ukrainës, Andriy Sybiha, njoftoi se ndihmat amerikane që kalojnë përmes Polonisë janë rikthyer në nivelet e mëparshme. Presidenti amerikan Donald Trump e përshëndeti gatishmërinë e Kievit dhe deklaroi se do t'ia paraqiste këtë propozim dhe palës ruse në ditët në vijim, me shpresën që Moska do të pranonte. Nga Kremlini, zëdhënësi Dmitri Peskov u shpreh se është ende herët për të komentuar mbi këtë ofertë dhe se një reagim do të jepet pas një shurtimi më të hollësishëm. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e refuzoi paraprakisht çdo marrëveshje që sipas tij mund të rrezikojë sigurinë e Rusisë. Ai gjithashtu kundërshtoi idenë e vendosjes së trupave paqëruese në Ukrainë, duke argumentuar se vendet që e mbështesin këtë propozim tashmë e konsiderojnë Rusinë si armik. Ndërkohë, brenda Ukrainës, ky armëpushim 30 ditor po shihet me skepticizëm. Shumë ukrainas besojnë se një pauzë në luftime do të jepte mundësinë Moskës të rigrupohej dhe të vazhdonte avancimin ushtarak. Një banore e Kievit e cilësoi këtë lëvizje si një rrezik për sovranitetin e Ukrainës, duke theksuar se një marrëveshje e tillë mund të përdorej nga Rusia për të përgatitur sulme të mëtejshme. Bashkimi Evropian reagon ashpër ndaj tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi çelikun dhe aluminin, duke miratuar kundërmasa me vlerë prej 28 miliardë dollarësh. Ursula von der Leyen thekson se tarifat dëmtojnë ekonomitë e të dyja palave, por mbetet e hapur për negociata. Nga mëngjesi i sotëm, Shtetet e Bashkuara kanë filluar zbatimin e një tarife prej 25% mbi importet e çelikut dhe aluminit, një masë që ka shkaktuar reagime të ashpra nga Bashkimi Evropian. Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi se Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë kundërmasash që do të hyjë në fuqi më 1 prill. Kemi keqardhje të thellë për këtë vendim, pasi tarifat janë taksa që dëmtojnë bizneset dhe konsumatorët. Vendet e punës janë në rrezik dhe çmimet do të rriten si në Europë, ashtu dhe në SBA, u shpreh von der Leyen përmes një mesazhi në rrjetet sociale. Bashkimi Evropian ka vendosur kundërmasa me vlerë për 28 miliardë dollarësh, të cilat do të synojnë një gamë të gjerë produktesh amerikane. Përveç çelikut dhe aluminit, masa të reja do të aplikohen mbi produktet tekstile, prodhimet e lëkurës, pajisjet shtëpiake, plastika, druri dhe produkte bujësore si mishi i viçit, shpendët, prodhimet e detit, sheqeri dhe perimet. Lista përfshin gjithashtu whisky, bourbon dhe varkat, duke mbërritur në një total prej 99 faqesh.
Von der Leyen nënvizoi se megjithëse BE-ja po kundërpërgjigjet fuqishëm, ajo mbetet e hapur për negociata. Nuk është në interesin tonë të përbashkët të rëndojmë ekonomitë tona me tarifa, sidomos në këtë periudhë pasigurie gjeopolitike dhe ekonomike, deklaroi ajo. Kjo nuk është hera e parë që SBA-ja vendos tarifa të tilla. Edhe në vitin 2018, gjatë mandatit të parë të Trump, u vendosën masat të ngjashme, por ato u zbutën për shkak të përjashtimeve të mëvonshme. Tashmë mbetet për të parë nëse të dyja palët do të arrijnë marrëveshje për të shmangur një përshkallëzim të luftës tregtare. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit. Drejtori i Kosovës për datën 13 mars 2025 parashikoi të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm, e gjithë do të jetë mbushur me vranësira dhe rreshqe shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga ajoglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 9 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 8 deri në 16 gradë. Skënderaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 15 gradë. Prishtinë, 8 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov, 11 deri në 16 gradë. Malishev, 9 deri në 16 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 18 gradë. Ferizaj, 6 deri në 18 gradë Celsius. Kaçanik, 8 deri në 18 gradë. Suharek, 6 deri në 18 gradë. Prizren, 7 deri në 17 gradë Celsius. Drejtori shqiptar për datën 13 mars 2025 parashikoi të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve, pritet një ditë me vranësira dhe rreshqe shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 17 gradë. Peshkopi, 5 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 18 gradë. Durrës, 14 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 14 deri në 18 gradë. Elbasan, 8 deri në 20 gradë. Berat, 12 deri në 21 gradë Celsius. Korç, 5 deri në 16 gradë. Vlorë, 11 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 13 gradë. Sarand, 10 deri në 16 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të rishim sërish në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshim.